ky edicioni i tretë i mountain bike-ut? Tashi, që ta filloj mountain bike-u është një disiplinë disi e re, sepse edhe bicikleta elektrike vetë ka pak 5-6 vjet. Tashi po sheh masivizim bicikleta elektrike që po shtohen gjithmonë më shumë. Për këtë arsye ne si federat e motociklizmit, sepse e mountain bike-u futet tek motociklizmi tashi. Kemi filluar eventet me e mountain bike-et, është në hapat e para. Themi drejt në hapat e para, prandaj dhe pjesëmarrja nuk është aq e madhe sa kur kemi motociklizëm ose kur janë me bicikleta jo elektrike. Megjithatë, ka shumë interes dhe për këtë arsye ne këtë vit si federat vendosim që Kupën e Republikës, që bëhet çdo vit dhe ne çdo vit zgjedhim nga një disiplinë. Këtë vit zgjedhëm disiplinën e mountain bike për Kupën e Republikës, që zhvillohet çdo fund viti, për të filluar promovimin e këtij sporti, i cili është, me thënë drejtën, një hibrid që është shumë i bukur. Pra, është bicikletë, është sport, ka nevojë për fizik, nuk ka këto historitë e ndotjeve e zhurmave. Dhe nga ana tjetër, i lejon edhe mosha më të shtyra. Nuk ka limit moshe, po deri çfarë moshe? Nuk ka si limit moshe, por bicikleta elektrike të lejon edhe me stërvitje jo shumë të rënd ti të arrish të marrësh pjesë ose të. Po atëherë kemi edhe garuese femrave. Kemi edhe garuese femra. Kjo është edhe për promovuar. Patjetër që kjo është çdo moshë, kemi edhe garues 14 vjeç, kemi edhe garuese femra, kemi edhe garues 50 vjeç. Pra, sepse kjo është në rang amatorial. Pra, gjithë secili ka dëshirën me bicikletën e vet të bën regjistrimin dhe merr pjesë në event. Eventi është garë, po është dhe turizëm njëkohësisht, sepse kjo është garë cross country që quhet, pra Tiranë, Berat, që kalon Kodrat, kalon Fusha, kalon Lumenj, mbrin Berat. Nata parë ishte në Berat dhe sot etapa e dytë dhe finale është Berat-Tiranë prap, nga trajektore të tjera që do kalojmë këtej nga zona e Belshit, pastaj hym në zonën e Baldushut në Tiranë, derisa mbrim ke Nën Tereza ku është finishi. Kështu që është dhe turizëm, është edhe sport, është dhe aventurë, pra i ka të treja bashk. Pra është si një disiplinë e përbërë që për këtë arsye marrin pjesë më shumë persona, pra jep mundësinë më shumë njerëzve që të marrin pjesë si disiplinë dhe ne këtë kemi synimin që të filloj sport dhe turizëm bashkë, sepse sport, ngurtësisht sport duhet të jesh sportist, duhet të jesh profesionist, duhet të bësh stërvitje, kurse kështu ti je një amator i avancuar dhe kënaqesh njësoj si kur të jesh një sportist. Dhe trajnimi, juve nuk merrni për pjesën e trajnimit, apo merrni një orientim të trajnimi